çka mendojnë dhe çfarë besime kanë krishterët kur ngritën ato natën deri ora 12 me festu këtë fest apo me kremtu. Prej besimeve të atinve ashtë thoj, ata që e zën ora 12 e natën, kurse gotën e alkoolit e ka në goj, ka thonë tanë viti ka me qenë i ati i lumëtët, edhe nëse është beqar, ka thonë i pari që do të martohet prej shokëve tjerëve të tjerët, nuk e kanë kremtu dhe nuk e kanë vestu këtë ditë. Gjithashtu, ato në këtë natë janë të kujdesshëm që zjarri mos të piket dhe në mëngjes. Ka thonë për arsijete, ati që i fikët zjarmi natën e vitit të ri, ka thonë të natë ligët ka me aprun dherën e vetë. Ka thonë do këtë tjetë të në vitin i lumëtët, pa ata duhet më kujdesi zjarmi mos më fikët na. Edhe predhin që i stëm e kanë me aprun në fakën, e pasi që këta e banën simbol të besimit në krishterizëm, sa jashtun edhe gjirët, sa gjirët e simbolizojnë Isajnë a.s. E simbolizojnë si pas atinve që aj e ka dhonë dhe e ka gjegë vetën e ati për me jallanë popullit mëkate që i kanë bo, për me jallanë mëkate të Ademit a.s. Do me thonë, gjirët të cilët kalën, natën e vitit ri, di e Allah i dashë musliman, ti që e kalë e din që ka i të thonë, i e të thonë se Isaja biri Zotit, i cili e ka sakrifiku dhe e ka gjekë, vetën e vetë i cili ka vdek 40 dit e pastaj aqu, për me jalla mëkatët Ademit a.s. Kurse Allah s.w.t. Ademit a.s. gabimin ja ka falë, prati me këtë veprim, qka jetu bo, a nuk jetu e pase, besimin tan i e duke e rënu. Pashtu, prej besimeve të nata së vitit ri thojnë, mos ot Allah mu qu dënjani, me i la end këtë natë, a i cili i lan end këtë natë, a i kejtë në pakën e ati e ka la dhe e ka derë. Pashtu, prej besimit atinve anë, mos me fshin dhe oborin, se a i cili e fshin oborin e vetë, në pakën një ka qitë këshin. Kja është besimi atinve që jetojnë në për andra, a qaq i marë vla i dashër musliman i ba, a qaq i verbër i ba, që sot krishterët janë duke lakmu dhe janë duke festu edhe unë t'i shoqroj ata. Do të shofmi na se Allah s.w.t. dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, pa ata të cilët i festojnë këto festa, pa ata që pregaditën me i festu këto festa, Allah subhanahu wa taala na i ka ndalu rëpsisht që muslimani me i festu festat e tjera, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ardhi në Medinë i pa ansarët duke festu një ditë dhe i tha, qka jeni të bo? Jo përgjigjen ato pa, kjo ditë është festena, e keni pas tradit në gjajlje, që nasë të këtë fest e këra festu, kena lujnë këtë ditë, jemi dëfrun këtë ditë, qka i tha pejgamberi sasem? Tha Allahu subhanahu wa taala, ja ka zavendësu me di festa më të mira dhe më të buka, ato festa janë, festa e Fitr Bajramit, edhe festa e Kurban Bajramit, këto janë di festa të cilët janë të muslimanëve. Këto fest tjetër e tila nuk është jashtë tidire festave, nuk është e islamit, dhe pejgamberi sasem ka hek dorë për ati cili ngritet me festu këto festa.